që do të flasim sërish për protestën. Mbrëm ishte protestë mbarkombëtare, kishte një numër mjaft të madh protestuesish në shesh, vazhdoi thuajse për te mes natës me marshimin nëpër kryeqytet, sonte është paralajmëruar një tjetër e tillë. Sigurisht sot do të flasim sërish me mikun e emisionit ton, avokatin Zati Islami, i cili ishte sigurisht mbrëm po aty, ashtu sikur ka qenë hera të tjera në shesh. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Avokat, mbrëm ishte atmosfera ndryshe në shesh, besoj. Shiko, Edi Rama po i nxjerr ditë për ditë falangat e tija, spionët e tij, patronazhistët e tija, por nuk do arritet asgjë. Protesta është me kërkesë absolute dorëheqje në këtij establishmenti politik, se nuk e kanë vetëm me Edi Ramën, e kanë me të gjithë establishmentin politik. Edhe me ta shqyquajtur në opozit, që s'është fare opozit, e cila ka dhe ajo lakejtje e saj, duke filluar që nga një trup podcaste, ku diu se s'kanë ca spion të tyre që i përdorin, ose ndonjë që e ka dhe patriot, Sali Berisha, dhe shkojnë për patriotizm pas Salihut, jo për ideal kombëtar dhe jo për ide kombëtare, dhe jo për cilët probleme. I ka futur Berisha këta? Po pa diskutim, Berisha ka i startë e ti, e se i paguan. Dhe jo, po i pagove që një le atje ku ha. Dhe të mbrosh sot Sali Berishën duke i bërë të qarta gjithë këto krime dhe poshtësira që ka bërë në ekonominë shqiptare, në Shqipëri në tërësi, është domethënë që t'jesh o pa tru, o pa zëmër. Këta njerëz i kanë të dyja, as tru s'kan, as zëmër s'kan. Kështu që vend pas Salihut si kope me dhënë. Dashi përqorë për para edhe këta në pas. Pra, dje, pam edhe një veprim që e ekspozoi shumë keq atë gardën kombëtare shqiptare. Se s'pat në incident aty? Pati incident. Jo s'pati. Dhe ja do t'u tregojmë kush është incidenti, kur u bë, si u bë, dhe kush e bëri. Po, avokat, dje kishte një lajm që qarkulloi aty që do krijohet beslidhja e Tiranës 2026, nisur dhe nga lidhja e Prizrenit, që ishte një datë historike që u përkujtua, pra... Po, patjetër. Mund të formohet një lidhje e tillë, ndoshta është emër partie, beslidhja shqiptare. Shiko, ata bën një gjë, se janë mjeshtra këta për të devijuar mendimin e opinionit publik. Është tjetër punë që nuk e arrin dot, sepse ka dhe njerëz të ndershëm dhe patriot shqiptar që e duam këtë vend. E hoqën atë thirrjen Shqipëri etnike dhe e zëvendësuan me Shqipëri e re. Ç'është kjo Shqipëri e re? Nga na doli kjo Shqipëri e re? Nga doli? Ju e krahasoni me Kinostudion? Kinostudio Shqipëri e re? Nuk e di, këta e din. Janë parollat e Partisë Punës, urdhë. Ja ta hap këtë unë tani. Të lutem. Avokat, po, ndërkohë që ju gjeni material... E hapa, e gjeta. Ndohur se nuk arrim ta dëgjoj mirë. Pra, hyn gardisi dhe i merr një fëmijë ose një protestuese, se nuk duket kush që kjo zonja dallohet qartë, që flet dhe proteston dhe ulret dhe thot kush lirje fjalës. Se gardisi vetë edhe i merr atë pankartën në dora. Deri këtu arritje Edi Rama, shiko se deri ku ka arritur nervozizmi i tij, çmenduria. Që të vej të heq, të dërgoj gardën, të heq pankartat e qytetarëve. E zëvendësuan, si të thashë përpara, fjalën Shqipëri e lirë. Po. Shqipëri
Po Shqipëri e re me Shqipëri e lirë. Je me Shqipëri etnike. Në Shqipëri etnike, po. E hoqën Shqipëri etnike, por më çoj në koshin e bicikletës një copletë si kjo, shikojni. Va dërgojnë juve në koshin e bicikletës? Po. Dhe thot, ju lutemi mos I jepni zë thirrjeve të dhunshme, vdekje tradhtarëve. Ose o erjon ose pun të keq informuara post komunizmi. Pra shiko stop. Ju lutemi mos I jepni zë thirrjeve të dhunshme banale, vdekje tradhtarëve, orjon ose pun post komunizmi apo thirrjes të tjera që devijojnë nga qëllimi I protestës. Pikërisht këto janë qëllimi I protestës. Qëllimi I protestës janë vdekje tradhtarëve. Se skandal atje për të thurur Lavdi Edi Ramës. Pra ai do që ta transformoj protestën në një festim të një maji, si bëte dikur idhulli ti në veri. Jo, zotëri, kjo është protest për jetë vdekje me shqiptarët dhe me komunizmin. Është luftë për jetë vdekje. Por sado që bëhen këto, aty ndoshta më shumë po vinë, apo gabohen? Absolutisht më shumë. Dhe veprimet të tilla që ky zotit rrofshin telefonat celular dhe kur nuk hyn media, hyn celularët, hyn kamerat e celularëve sekundripat, dhe populli nuk e dezinformojnë dot më. Populli tani e di mirë se ç'kërkon. Qytetarët shqiptarë e di mirë se ç'kërkojnë. E di mirë se ku po I çon kjo kast politike hajdutësh. Ore jemi I vetmi vend në botë që shikojmë që na vjedhin, I identifikojmë kusarët, I identifikojmë kriminalët dhe nuk ngrihemi që I vrasëm. Unë këtë s'marr vesh. Besoni te kjo beslidhja e Tiranës? Tani jemi në një situatë të tillë që duam apo s'duam do t'i besojmë të tëra. Por unë jam skeptik në kuptimin që dua të shoh gjërat të realizohen, kur të filloj realizimi I tyre. Nuk shikoj që të dalin burra me peshë dhe të mbrojnë edhe të diskutojnë problemet që ka sot Shqipëria. Veç asaj, në protest, ata patronazistët e famshëm të dikur mjaftit vazhdojnë tashmë iku Andi Tepelena dhe drejtonte atë diskutantët I drejtonte ky Genti Progni. Genti Progni dhën urdhër të prerë atyre avokatëve se Islami nuk do ta lejoni të shkojë të marrë mikrofonin. E keni t'ua kanë thënë avokat apo e dëgjuat aty? Jo, ma thanë brëm, lutem, nuk bëshaka me ato që them. Ma thanë ata që janë në rresht aty që bllokojnë njerëzit më thanë avokat, kemi respekt të jashtëzakonshëm për ty, por nuk na lë ai drejtuesi I mikrofonit, Genti Progni. Dhe Genti Progni e kaloi të tërë protestën duke nxorë një aktor atë që vazhdonte të pëlliste Rama, jep dore, që ca budallë që sikur ishte sikur kishin dalë për të kënduar për Edi Ramën, jo sikur kishin dalë për ta rrëzuar Edi Ramën. Pra, ka vënë falangat e tij Edi Rama atje. Sa do t'u eci, nuk e di. Ju po thoni që ka kapur protestën avokat? Nuk e ka kapur, po tentativa dhe lufta për atë bëhet që të kapi protestën. Të shpëj kokën. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi edhe një grup avokat që po punon për ca ndryshime ligjore të kodit zgjedhor, që kjo ndoshta I hap mundësinë ndoshta në krijimit të partie politike ose garimit të thjesht qytetarëve si të pavarura. Kemi dëgjuar një kume në ish-kreu në KQZ-s, por dhe persona të tjerë që kanë folur. Nuk e kam dëgjuar Kristal Kumen, as këta të tjerë si kam dëgjuar, di që ndryshimi I kodit zgjedhor nuk bëhet nga kjo qeveri dhe nga ky parlament. Jo. Ajo është një kërkesë utopike. Kodi zgjedhor do ndryshojë me rënien e kësaj qeverie, të këtij establishmenti, me krijimin e një qeverie
teknike që është krijuar qeveria teknika, sikur se na thonë do dalë në shesh ditën më datën 13 ditën e shtunë. Shpresojmë që të dalë dhe ta bëj këtë që thotë. Atëherë do ndryshoj kodin zgjedhor, do bëhen zgjedhje të reja, do përmbysë komplet ky establishment ligjor që ka krijuar në mënyrë më komuniste të mundshme Edi Rama. Dhe zgjedhjet e ardhshme nuk do jenë më me parti politike, po do jenë me individ. Në mazhorancë, do me thënë, ka qef Zaçja të kandidoj, po vën kandidaturën, sa të fitoj, po fitoj të vejnë parlament, së fitoj rrugën bari qoftë. Këto janë zgjedhjet të ndeshme dhe të lirë dhe të drejta. Dhe ndërkohë do ndryshoj dhe numri i deputetëve e tjera, do bëhen shumë, duhet të bëhen shumë ndryshime, do bëhen apo jo nuk e di, por duhet është kërkesë imperative që të ndryshoj komplet kjo mënyrë e qeverisjes së vendit. Avokat, kush do jetë kryeministri i qeverisë teknike që ju tha pritet shpallat të shtunën? Dje doli Pullum Pilinçi mbrëm në darkë dhe tha jam unë kryeministri i qeverisë teknike. Kam 12 milion vota, tha 12 milion mbështetës. Nuk e di, do presim të shohim. Do presim të shohim. Nuk besoj që unë besoj vetëm të amerikanët kur të dalin zyrtarisht dhe të mbështesin protestën shqiptare dhe ndryshimet kushtetuese të Shqipërisë. Pres që kur të vi ambasadori i ri amerikan, i cili kam besim se do bëj diçka në Shqipëri, do ta godasi këtë grup kriminal që po ha dhe po vjet dhe po shkatërron Shqipërinë dhe po ja i shtet Izraelit, besoj se diçka do bëhet. Po ajo që desha të denoncoj është një ulëritje e ambasadorkës izraelite që futës izraelite që u shqetësua shumë ajo zonja sepse i hoqëm atë flamur të pështirë që kanë nxjerrë ajo atje. Nuk mund të përfaqësohet shteti me do më thënë protesta me 1, 2, 3 njerëz. Se besoj se kanë me flamurin ata. Protesta është më e gjërë, është për shumë gjëra. Ajo protestoi për flamurën. Jo, e kam fjalën protestuesit, që do një protestues që mundet këtë pas këtë lloj sjellje. Por 99.9% kanë pas probleme kauza të tjera të shpopullimit, të korrupsionit, të tjera. Shumë mirë kanë bërë që i kanë ngrisur ata flamurët e atyre. Shumë mirë kanë bërë. Jo, them unë s'keti. Jo, zotëri, them unë. Kanë bërë shumë mirë që i kanë gjurë, dhe s'kemi punë me ta, sepse ata janë vrasës. Ajo është një qeveri super naziste, nazifashiste e Netanyahut. Dhe ajo zonja të përfaqëson Netanyahun. Dhe Edi Rama Netanyahun përfaqëson këtu. Pra janë kriminalë të popullit shqiptar dhe të popujve të tjerë. Po, sigurisht është zbehur kjo pista e Izraelit në jug, në të investimi, më the tash avokat, apo jo? Nuk e dim. Kur të zbehet ligjërisht, deri tani Edi Rama punon në rrugos siç ka punuar deri më sot. Dhe ata deputetët që ka që ata në shushunja që pi gjak se s'bëjnë asë që pun tjetër. Pa shtyllë kurizore. Ate s'ka burë që ti thot, ose grua që ti thot, orti zotri, të Shqipërisë e ke qiflik, Shqipëria se jona. Ata kanë zgjedhur të heshtin vetë avokat, apo është zgjedhje e detyruar kjo? Dhe të flasën po u ambajti. Nuk flasën dot. Kështu që gjëja më e mirë për ta do ishte dorëheqja, shkrirje këtij parlamenti në mënyrë më paqësore të mundshme, më demokratike, të shkojë vendin në zgjedhje të reja dhe jo të vazhdojë të rrinë në diktaturë si kundërshtallet Edi Rama që thotë unë nuk i thotë do bëj si dua unë. Avokat, e ndihmon protestën fakti që po bëhet tani në qershor që fillon sezoni turistik, ka një kthim të shqiptarëve jashtë për pushime, ndoshta mund kalojnë nga protesta, apo mund t'i bëjë dëm dhe fakti që zhvillohet dhe botrori tani dhe një pjesë do ta kenë mendje nga ndeshjet. Dëgjo. Kësa i thonë që fshati digjet e ajo prostituta krihet. Do me thënë, do rrinë shqiptarët të merren me botërorin kur s'kanë të vënë në tavolinë.
Jo, thjesht po pyet sepse në media ka skenar ndryshëm që ja do filloj botërori tani dhe do media po pra të paguajnë media që të dezinformojnë opinionin publik. Ne thjesht po diskutojmë. Ja heqin vëmendjen nga hallet e përditshme dhe nga kjo gangrenë dhe nga kjo grabitje dhe nga ky pushtim i heshtur i 12 kompanive izraelite që kanë ardhur këtu dhe po bëjnë investime në bujqësi, kanë ardhur dhe po bëjnë investime në bujqësi, po them, do vendosin enklavat e tyre dhe do izraelizojnë Shqipërinë. E kam thënë, e them dhe do ta them. Do çifutizojnë shtetin shqiptar. Janë jashtëzakonisht agresiv sepse kanë miliarda, triliona dollar dhe euro. Dhe mirë ne që na ka gjetur dhe që po na ndodh ditë për ditë. Mirë neve. Me këta kriminal që po me këta tradhtar dhe kriminal që po qeverisin. Dhe ata tani, por të hequr vëmendjen nga problemet që kemi ditë për ditë, thonë hajde do shikojmë sportin, dhe rroft sporti. Zotëri sporti nuk të jep as buk, as ujë, as domate, as mish, as qep, as vezë. Sporti të lë siç është vetë. Topi rumullak, ashtu ta lë dhe ekonominë, 0-1-0. Di avokat kryeministri është marrë prapë me Iranin, pa ca replika me atë Ministrinë e Jashtme. Nëse ka në veprim kriminal antikombëtar që ka bërë Edi Rama është shkëputja dhe ndërprerje e marrëdhënieve me Iranin dhe këtë ka bërë me urdhër të Izraelit. Prandaj është kriminal ky njeri, prandaj është. Ju thoni avokat që kishim zgjedhur Iranin jo Izraelin? Pse ta zgjidhim? Jo, midis të dyve, ju thoni që do të mbani marrëdhëniet me Iranin. Ore, patjetër s'kishe arsye që ti të prisej marrëdhënien me Iranin ti. Të na thot një arsye këja. Për jashtë urdhri që ka marrë nga Netanyahu, nga i bandit, nga i kriminal gjakpirës, nga i kriminal që vret fëmijë dhe gra. Ai shoku i Edi Ramës. Ashtu është Edi Rama, atë do të bëj. Po është i votë s'kesh krim, s'ja ban, nuk ka. Avokat, kemi parë disa eksponent ndryshëm dhe figura publike nga Maqedonia, Kosova që kanë mbështetur protestën. Mund vinë bashkohen këtej në protestë apo? Do vinë në datën 13, do vinë në Kosova, Maqedonia, ajo Malizi, do vinë me mira. Nga diaspora do vinë, kështu kanë thënë, kanë deklaruar që do vinë. Se di tani sa do realizohet. Tek biseda që zhvilluam dje kishim mjaft komente avokat edhe për faktin e asaj që u tha që sipas informacioneve 3 avion pritej që tuleshin në Tiranë në mbështetje të protestës barakombëtare. Keni informacion pra ka pasur dje që erdhën nga jashtë do vinë? Se sheshi ishte plot dhe nga diaspora kishin ardhur shumë sekondë dhe i patje dhe që dolën e deklaruan, folën në media, tani ata s'do dalin gjithë sa kanë ardhur dalin të flasin. Por sheshi ishte më plot se kur dje. Dhe mendohet që ditën e shtunë nuk do ketë vend të hedhësh gjilpërën. Kjo mendohet. Kjo e acaron Edi Ramën që ka lëshuar qënë e gardës tani dhe marrin ato pankartat e qytetarëve dhe të fëmijëve. E kupton, ka humbur logjikën tani fare, ka dalë jashtë në çdo lloj logjike ligjore. Po bëhet tamam një jo Hitler që ti marrë të keqen e gropës Hitlerit ky po bëhet një Pinochet. Avokat, kisha një të ftuar dje, një profesor dhe më tha që përse do jap Rama dorëheqjen për shkak të një proteste, se kështu i bie që sa herë këtë protesta një qeveri të jap dorëheqjen, kur nuk kemi krizë politike, se në fakt edhe opozita është dakord me projektin, edhe kjo qeveri është konsoliduar fort me 83 mandate. Prandaj është më i vështirë dhe më i ndyrë Sali Berisha se sa kyja. Sepse pikërisht ai e mban këtë në pushtet dhe pikërisht heshtja atje i jep krah të lirë këtij të bëjë çfarë do i qefi. Sepse dhe ai është shqitur. Ai ka qenë shqitur që kur ka ardhur në Tiranë të moshën 17-18 vjeç. Është bërë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, po domethënë ai ky kriminali juaj dhe imi bashkë Edi Rama nga kjo përfiton se Sali Berisha është me të bashkë. Dhe Sali Berisha është tradhtar më i ndyrë se sa kyja. Se Sali Berisha doli me petkun dhe me pardesyn e opozitarit, nuk doli me pardesyn e komunistit. Tani shkojnë në origjinë.
dhe janë të bashkëpërndajur në mënyrë përsëritur tek emisionet tuaja, kam thënë, është partia e punës në pushtet, janë bashkë 140 deputet komunistë kanë zënë parlamentin, 140 vampir, kështu anakonda që po i pinë gjakun popullit, shushunja dhe po në fakt janë piranja. Piranjat janë ata peshqit e vegjël në Amazon që e shkri një njeri brenda gjysmore nëse bie në ujë. Vetë skeleti. Kemi parë disa reagime të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, që mbroni tokën tuaj, mbroni natyrën. Mesazhet janë indirekte, po të drejtë për drejtë se po flasim në një kontekst politik referuar situatës si po zihen në shesh, disa metra larg zyrave delegacionit. Ata këtë e bëjmë kacurnëna me largoj të një thonë tiranësit. Lajnë vetën dhe më të kja dhe ne ishim për këto, në fakt, Edi Rama si thonë vazhdo se mireke. Dhe bëjt deklaratat tila, në Rogos janë me Edi Ramën. Në si përfaqe, thonë se do të kritikojmë ne për këto që bënë. Jo, zotëri, armiqë më të betuar të popullit dhe të komi shqiptarë sot janë Bashkimi Evropian. Ndaj më them në mënyrë përsëritur në asnjë mënyrë në Europë. Ne duhet të mbështetemi dhe të kemi shpresë vetëm tek Amerika, tek askush tjetër. Aty presim ambasadorin, sikur thatë ju, se deri tani s'kemi pas në deklaratë në reagim ndaj. Unë atë pres, ndaj nuk po ndihem. Avokat, dhe diçka të fundit kam krahasuar me ditët e para. Tani në këtë moment jeni më entuziast, mendoni që kjo do shfryhet, do shumohet? Do shtohet. Një parti politike, do mbyllet tani, do fillojnë shtator, do të hiqë qeveria, do ketë një referendum, një propozim ndoshta për referendum, për qeveri teknike apo për çfarë? Ç'a do ndodhë? Do krijohet qeveri teknike ose qeveri tranzicionit. Po pra do ta miratojnë parlament atë. Jo, pa që nevojë ta miratojnë ata fare. Avokat, keni një emër në mendje që ky mund të jetë kryeministri i qeverisë teknike, një figure i gjithë pranuar, nëse ndodh? Jo, nuk kam. I vetmi që mund ta bëj këtë punë me ndeshmëri dhe me pastërti jam unë, po mua nuk më duan se jam i madh dhe kështu që jemi në rregull. Nuk ka zotëri, nuk kemi. Gjithsesi, atje ndoshta nuk e vendosin, por me njohjen e gjithë atyre që na shikojnë ju e keni, edhe unë ua shpreh falenderimet e tyre për bisedën tonë, avokat. Edhe unë i falenderoj që të gjithë ata pa diskutim, pa përjashtim, si ata që na vlerësojnë dhe ata që na thonë ndonjë fjalë, ndonjë kritik, sepse kritika është ilaç. Kemi mesazhe nga Shtetet e Bashkuara, avokat, që ju ndjekin për te oqeanit shumë. Kjo është një haber shumë i gëzuar që më jep mua, është një lajm shumë pozitiv, shumë i këndshëm. Dhe shqyr Zoti që është kështu, po unë bëj thirrje atyre që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që na mbështesin, na përkrajnë, unë bëj thirrje që të nisin të marrin avionin të vinë këtu dhe të përmbysin këtë kast hajdutësh, gangsterësh dhe kriminalësh, se hajdutësh dhe vrasës. Kështu që këta duhet të qërojnë një orë para na pushteti, po nëse do vinë ata të diasporës Amerikës, pastaj dhe të Kanadas dhe të Evropës, këta ikin sikur i thua që del jashtë. Avokat, faleminderit. Edhe faleminderit ty.